Unë jam avokati Fabio Lo Scerbo dhe kjo është një episod I ri I podcastit e drejta e imigracionit. Sot trajtojmë një çështje këndrore në praktikën e përditshme të zyrave të imigracionit dhe në kontestet administrative, marrëdhënien midis presidenteve penale dhe refuzimit të rinovimit të legjes së qëndrimit, si dhe në veçantë kufiçte brenda të cilave administrata publike mund të ushtrojë pushtetin e saj diskrecional. Nisemi nga një vendim I gjykatës administrative rajonale të Valle d'Aosta, seksioni I vetëm I publikuar me 10 nëntor 2025 dhe në procedimin me numër të rollit të përgjithshëm unë të vitit 2025, pas seancës së datës 6 tetor 2025, bëhet fjale për një vendim që meriton vëmendje të veçantë, sepse riafirmon parime që shumë shpesh injorohen në praktikën administrative. Çështja kishte të bënte me refuzimin e rinovimit të një legje qëndrimi për kërkim pune, I motivuar nga Komisariati I Policisë me një referim të përgjithshëm ndaj një numri të madh precedentësh të regjistruar në bazat të dhënave të policisë dhe në sistemin informativ nderinstitucional, të cilat u konsideruan si tregues të një rrezikshmëri shoqërore të supozuar, pa asnjë vlerësim konkret, aktual dhe të individualizuar të situatës së shtetasit të huaj. Gjykata ka sqaruar një parim themelor: ekzistenca e thjeshtë e precedenteve penale ose policore nuk mund të çojë kurrë në një automatizëm refuzues të legjes së qëndrimit as në humbjen automatike të së drejtës për të qëndruar në territor. Administrata është e detyruar të arsyetojë në mënyrë të detajuar pse, sot dhe në mënyrë konkrete, personi përbën një rrezik për shoqërinë. Nuk mjafton të renditen precedentet ose të përdoren formula standard. Në rastin konkret, gjykatari administrativ konstatoi një mungesë të dukshme motivimi I përkeqësuar me tej nga sjellja veçanërisht domethënëse e administratës, pavarësisht I urdhrave për veprime hetimore. Komisariati I Policisë nuk parakiti asnjë dokument për të mbështetur pretendimet e tij. Ky mosveprim, sipas gjykatës, lejoi zbatimin e nënit sestor të kodit të procesit administrativ, duke nënkthyer elemente prove në favor të paditësit. Mesazhi që dëleshte I kartë dhe duhet të në paekuivok, pushteti diskrecional në fushën e imigracionit nuk është pushtet arbitrar, edhe kur gjanë në logje çështje të rendit publik dhe sigurisë, administrata duhet të respektojë parimet e proporcionalitetit, arsyeshmërisë dhe aktualitetit të vlerësimit. E drejta e imigracionit nuk është një zonë palek, por një fushë ku garancitë juridike vlen njësoj si në çdo sektor tjetër të veprimtarisë administrative. Ky vendim bën pjesë në një linje jurisprudenciale tashmë të konsoliduar, e cila kërkon një ndryshim kashëgje: e kaluara penale nuk mund të përdoret si një dënim I përhershëm ndaj parregullsisë. Duhet gjithmonë të vlerësohet sjellja pasuese e personit, integrimi I tij shoqëror dhe profesional, koha e kaluar nga faktet dhe, mbi të gjitha, mungesa e çdo rrezikshmërie aktuale. Nga pikëpamja praktike, ky vendim përbën një mjet të rëndësishëm për mbrojtjen ligjore. Ai tregon se refuzimet e bazuara në formula të përgjithshme dhe në referimet e pakarta ndaj bazave të dhënave janë të brishta përpara gjykatës, veçanërisht kur administrata nuk është në gjendje ose nuk dëshiron të mbështesë pretendimet e saj me elemente konkrete. Në një sistem që kërkon integrim dhe respektim të rregullave, edhe shteti duhet të respektojë rregullat e veta. Likshmëria nuk është një rrugë me një drejtim të vetëm, dhe kur administrata gabon, I takon gjykatarit të rivendosë ekuilibrin. Do të kthehemi sërish te këto tema, sepse pikërisht këtu matet hendeku midis ligjit të shkruar dhe ligjit të zbatuar. Unë jam avokati Fabio Lo Scerbo dhe ky ishte një episod I ri I podcastit e drejta e imigracionit.